Dhe ju nuk mund dhe nuk duhet ta nënvlerësoni rëndësinë që ka pjesëmarrja, sepse duhet ta bëni. Unë një herë shumë vite përpara kam pas një diskutim me dikë që më ka ndryshuar përfundimisht qasjen time ndaj votës. Si shumë vite përpara, pak më i madh se ju, sepse në moshën tuaj nuk e kisha drejtën votës. Dhe kur i kam thënë dikujt që mëse si ja vlen me shumë e votu, ndër të tjera më tha diçka që më ka trondit. Tha, po si mund ta thuash ti këtë? Nuk ishe shqiptar. Si mund ta thuash ti këtë? Si mundet ti të jesh indiferent ndaj miliona njerëzve sot në botë që do ta ëndërronin ta kishin mundësinë që të votojnë dhe nuk e kanë. Po si mundesh ti që del nga një sistem ku nuk ka pas demokraci, që ti fyesh ata cilët kanë vdekur pa arritur dot të votojnë, ndonjëherë, dhe që e kanë pasur madje dëshirën për të votuar të atill që mund t'i ketë quar në për burgje e mund t'i ketë quar në për pushkatime, që ka pasur dhe nga ata plot në Shqipëri. Qoftë edhe vetëm për ata njerëz, tha, që sot jetojnë në për rruzullin toksor njerëz si ti tha dhe nuk e kanë këtë mundësi, për respekt ndaj tyre, ti nuk mundet ta trajtosh të mundësi si gjë që punë e madhe shumë se s'po hap pilaf sot, se do ha makarona nesër. Sepse është diçka shumë më tepër se kaq. Dhe pa llogaritur pastaj respektin për njerëzit tu. Por përtej këtyre dhe përtej faktit si thot një fjalë nga shumë fjalët e mençura që janë thënë në këtë botë, që kush nuk merr pjesë në proces i meriton të gjitha ato që i vijnë pastaj nëse gjërat nuk shkojnë mirë për të. Përtej të gjitha këtyre, 11 maj është historik, sepse ne duhet mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe ajo që ju duhet kuptoni, dhe të gjithë ata që janë moshën tuaj dhe që janë gjenerate e re, duhet ta kuptojnë, është çfarë janë negociata. Duhet shumë thjesht ta kuptojnë për çfarë flasim. Sepse nuk mund ta kuptoni dot duke parë televizor. Është e pamundur. Ju përgjithsisht nuk shihni televizor dhe bëni shumë mirë, me thënë drejtën. Por nuk mund ta kuptoni dot as duke parë portale apo ato socialet, nëse nuk jeni shumë të vëmendshëm që të kërkoni eksaktësisht se ku t'informoheni. Sepse çfarë nuk dëgjoni, çfarë nuk lexoni, çfarë nuk ju del para syve. Negociatat me Bashkimin Evropian janë në aspektin material mbi 250.000 faqe, që duhen kaluar një nga një në tavolinë midis nesh dhe atyre. Ne kemi 1.000 veta nga ana jonë, rreth 1.000 veta, ata kanë rreth 1.000 veta nga ana tyre që merren me negociatat. Pse 1.000 veta? Sepse janë shumë grupe që negociojnë për të gjitha llojet e temave që lidhen me çdo gjë që ndodh kur ne dalim nga shtëpia, madje edhe me shtëpinë, me parametrat e sigurisë që ka shtëpia etj. Por me ekonominë, me drejtësinë, me institucionet, me tregun, me konkurrencën, me drejtat e lirit patjetër, me politikën e jashtme, me zogjt, me peshqit, me ujat, të gjitha këto janë pjesë e negociatave dhe për gjitha këto ne duhet të merremi vesh me ta, që do të thotë duhet të përmbushim kushtet përmes masash, përmes rregullash, përmes vendimesh, përmes ligjesh, që të përputhim të gjithë jetën tonë nga i pamja e rregullave të shkruara të bashkëtesës me ato të Bashkimit Evropian. Dhe e gjitha kjo është një punë, ju e merrni vetë me mend, sepse jeni akoma
me libra në përduar edhe me provime në përduar, se qa është kjo. Dhe, nga ana tjetër, ju do të dini një gjë shumë thjesht, që integrimi apo antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është një çështje se sa do ti që nuk je aty dhe se sa gati je ti që të hysh aty. Kjo është parakushti. Pra patjetër ti duhet të duash që të jesh aty dhe ne e duam historikisht jemi aty dhe ti duhet të jesh gati. Por ama ti mund t'i biesh asaj dere sa të duash, ajo derë nuk hapet. Deri kur ata që janë brenda kanë disponimin që ta hapin. Nuk hapet. Dhe procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, pra i rritjes numrit të anëtarëve, është një proces që vendoset nga ata që janë brenda shtëpisë, jo nga ata që janë jashtë. Ata që janë brenda shtëpisë duhet bien të gjithë dakord, duka aty me shumicë, aty 27 janë sot, se ishin 28 po ikën britanikët dhe shihni sa bukur po i ecën. 27 janë sot aty brenda, të 27 duhet të jenë dakord, janë duke po troket dera hapeni. Njëri të çohet thotë jo se shiko se nuk hapet. Dhe kjo po të shikosh se që ka ndodhur në 35 vjet, është me faza. Hapet dera, futen ca vende, mbyllet. Hapet dera. Dera është hapur e të fundit për Kroacinë. Është futur Kroacia, është mbyll dhe nuk është hap më. Prandaj, kush ju thot, ose nëse dhe juve mendja ju thot, po më çfarë bëhet kështu, po si su futëm në dorë atje. Dhe kush ju tregon pralla që jo po se jo korrupsioni, jo kjo, jo, nuk ju thot vërtetën. Jo ky e jo, nuk ju thot vërtetën. Sepse sot ne jemi në tavolinë, po negociojmë dhe kemi një kalendar 3 vjeçar që ka filluar vjet, pra ka dhe 2 vjet tjera deri në 2027 për të mbyllur negociatat. Tani, patjetër që duke qenë se ju po futi dhe futi edhe i të shtyme tjetër, se e keni të burë këtë që dashuri në njëre shprehni duke shty njëri tjetër. Negociatat ndodhin me fazat ndryshme, me kohërat ndryshme, po 3 vjet për një vend që ty në Bashkimin Evropian është rasti i parë që po na ndodh ne. Tani duke qenë se ju jeni pararoj e gjithë kësaj përpjekje, gjithë kësaj fushate dhe flisni, dëgjoni, ju thon po kështu po ashtu, keni parasysh që kur ta dëgjoni, se dëgjoni me siguri që ore ç'është kjo histori, 3 mandate, 12 vjet nuk i dolën Partisë Socialiste, nuk i dolën Edi Ramës që na fusin Bashkimin Evropian, tani po thot më jepni dhe një mandat tjetër. Tani, kjo teori vjen nga ideja e gabuar që kjo është çështje që varet vetëm nga Edi Rama dhe nga Partia Socialiste.